Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme. Në ditën e sotme në mëngjes kemi hënën e plot. Hëna e plot në boshën dash peshore, në ndikimin më të madh me diellin në dash, në fushën astrologjike ndikimi dhe favorizimi do thot mundësi, do thot rëndësi, do thot kohë. Në mëngjesin e datës 2 të ditës së sotme, në një har kohor, kjo hënë është shumë e fuqishme në polin unë dhe të tjerët. Do me thënë, vullnetin personal, kufit dhe dëshira, marrëdhënia edhe ekuilibri, kompromisi dhe drejtësia. Për më tepër kjo hënë e plot ndikohet shumë në ndikimin e Jupiterit në Kafore, me Saturnin në Neptunin në Dash. Kështu që nuk flasim për një hënë të plot thjesht romantike, por flasim për një hënë që nxjerr mbi sipërfaqe shumë gjëra emocionale. Punë, karrierë, ndryshime, vendime, mundësi, heqje nga puna, probleme sentimentale, ndikime shumë të mëdha në fusha të ndryshme, siç janë çështjet e punës ose disa çështje shumë të vështira, që do thotë në çështjet ligjore. Gjithashtu kjo do të thotë mundësi, do të thotë dhe kohë, sepse qartësia bën çuditëra. Keni një problem në fushën e punës ose të ligjit, e zgjidhni. Keni një ndikim shumë të madh për sa i përket çështjeve madhore financiare, e zgjidhni. Kështu që kjo ndikohet për shumë në shenjat e ndikimit të madh në siç janë Dashi, Gaforia, Peshorja, Bricapi. Dhe kryesisht ata që kanë ascendente ose diellin dhe hënën. Duke qenë se ndikimi i këtyre gjërave duket se dhjetëdiqi i parë, dhjetëdiqi i dytë dhe dhjetëdiqi i tretë. Cilët dhjetëdiqa ndikohen më të fortë në këtë aspekt? Ndikimi më i drejtë për së drejti mbi ndikimin, çështjet pra mbi punën, është për dhjetëdiqin e dytë të Dashit, Peshores, Gafores, Bricapit, sepse hëna e plot ndodh në gradën e 12 dhe 21 në boshtin kardinal. Aty shohim kulmimin, vendimin, shpërthimin, emocionin dhe nevojë të madhe për ekuilibër dhe sqarim. Dhjetëdiqi i dytë duket se ka të bëjnë me binjakët, luanët, shigjetarët dhe ujorët. Marrin shtys të mbështetëse në gjithë intensive dhe mundësit arta. Dhe koha e përshtatshme në çështjet praktike dhe vlerat e kufive, energji shpirtërore dhe ekuilibrin e përditshëm dhe punë të reja, siç janë Demi, Virgjeresha, Akrepi dhe Peshqit. Thelbi kryesor i kësaj hëne të plot është fshehtësia dhe entuziazmi në krahun tjetër. Por ndikimi më i madh është ekspozimi, jo të ekspozoheni. Kjo nuk do thotë thjesht gjej ekuilibrin, por thotë diçka më kërkuese, gjej ekuilibrin pa tradhtuar veten, por dhe pa ndikuar njëri tjetrin. Dashi kërkon originalitet, Peshora kërkon marrëdhënie, Jupiteri zmadhon emocionet, Saturni kërkon pjekuri, Neptuni mjegullon dhe njëkohësisht fisnikëron. Pra sfida e madhe është të dallojmë dashurinë nga mbigarkesa, diplomacia nga kundërshtimet, pavarësia nga humbja, vizioni nga idealizmi. Pra një ndikim dhe një hyrje të kësaj hënë plot, që nuk është vetë thjesht një hënë e plot, një hënë roz, një hënë mjaft e fortë në atë çka bën, e fortë në atë çka është në lidhje me ndikimet dhe çështjet që kanë bën në fusha të ndryshme. Por gjithmonë kemi një kuptim mes asaj që duhet bëjmë dhe mes asaj që nuk bëhet. Kjo hënë e plot na mëson të mos ekspozohemi, sepse po të vini re 3 ditë para dhe 3 ditë pas është problem fatal. Janë 6 ditë. Plus 8 ditë që ndikohet deri më datën 14, lidhet koha dhe zmadhohen gjërat pa qenë të vërteta. Prandaj duhet pas kujdes nga skandalet. Vinjëren e skandalet që ndodhin. Dhe kemi akoma deri më datën 14. Nëse keni mundësi dhe kohë, shikojni gjërat më në detaje. Do ishte më mirë për juve. Por para se të filloj me parashikimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashikim të detajuar. Atëherë kemi faqen e rozë, shkoni atje. Aty, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të vlerjes,
dhe më pas jeni gati për gjithë shka ju intereson. Jeni gati për të parë dhe keni zgjedhur atë paket, flasim bashk, por nëpërmjet WhatsAppit, Viberit apo Skype. Nga juve duhet vetëm një email ku ju atë dërgojnë te sekretaria. Dhe më pas ju marrim neve ose sekretaria dhe flasim në një orar të caktuar për të bërë parashikimin. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, pikërisht butoni këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazh dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se dashi, për sa i përket juve të kësaj shenje, kjo hënë e plot është një nga më përcaktueset e kësaj periudhe, sepse përballja e ndikimit të madh me peshoren, pra ajo ndriçon marrëdhëniet, bashkëpunimet, çështjet erotike, martesat, angazhimet, ballafaqimet, e hapur dhe gjithë dinamikën ku njëri tjetrit bëhet pasqyrë e vetvetes. Nuk të lejon të fshihesh pas forcës, pavarësisë apo parimit. Do bëjmë jo si dua unë, por si e do puna. Të detyron të shohësh nëse ajo që po ndërton me njërin ka një ekuilibër, apo nëse mbështetet në përpjekje të njëanshme. Do të qenë se Saturni dhe Neptuni ndodhen në dash, çështja nuk është thjesht marrëdhënie, ose jo, por kush je ti dhe nëse marrëdhëniet e juaja përmballojnë atë që ka kërkon pala tjetër. Kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi në atë që ka juve bëni. Gjithashtu dhjetëditë i parë, ndjen se hëna e plot, si një këmban paralajmëruese, diçka brenda teje thot se duhet të ndryshojnë mënyrat se si futet në marrëdhënie. Mund të ndërgjegjësohesh se nxiton të imponohesh, të vendosësh, të marrësh nisëm, pa i lënë hapësirë njëri tjetrit të marrë frymë. Nga ana tjetër mund të shohësh edhe në të kundërtën, që je i lodhur duke mbajtur qëndrim diplomatik, vetëm për të mos prishur ekuilibrat. Pra, sqarimi ka të bëjë me dozën e duhur, me guximin dhe shoqërimin. Në dashuri, mund të vinë një dilemë shumë specifike. Vazhdojnë në kushtet e pjekura dhe mund të keni ndikimin më të madh dhe mundësi të arta nëse keni gjetur rrugën e përbashkët. Nuk është ende aq shpërthyese sa ndikimi, mundësia dhe forca që juve keni. Në fushën e karrierës, juve të 10 ditë të parë, mund të ndjeni mënyrën e përballjes, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra ndryshojnë në anën tuaj dhe në kushte të vështira mbi detyrimet, por kjo është një bazë, një ndikim mjaft i mirë në reflektime. Një lëvizje nga puna juve të 10 ditë të parë të shenjës së dashit është mëse mund të ndodhi. Pak vëmendje nuk do bënte keq, sepse dashuria e munguar me peshore të 10 ditë të parë, ku ndodh fenomeni, pra hëna e plot peshore dash, është mundësia dhe momenti i duhur mbi takimet dhe bisedimet. Gjithashtu bashkim familjar, duke se është megafore të 10 ditë të parë. Bini pas dhe mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft ndryshuese në kuptimin e mirë të fjalës, por dhe komprometuese në anën tjetër, që do të thotë Demi. Për sa i përket shenjës së Demit, duket se Demi ka një ndikim mjaft pozitiv dhe tepër ideal mbi ndryshimet, vendimet që do të marrin. Por juve të shenjës së Demit keni disa mundësi të arta, sepse kjo hënë e plot, që është në ndikimin e përditshmërisë të punës suaj, detyrimet dhe fillimin dhe ekuilibrat në ekonomi. Nuk është që keni problem ose diçka të shqetësuese, por ajo që shërben më mirë gjërave dhe çështjeve dhe detyrimeve që ve keni. 10 ditë i parë.
Vjedici parë i kësaj shenje duket se fillon të kuptoni dhe të ndikoheni mjaft në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë tani e tutje, por edhe pse rifillimet e reja që mund të rishfaqen dhe ndikimet më të mëdha që do të keni tani e tutje, është puna dhe karriera, është mundësia dhe ekuilibri juaj në lidhje me praktikën dhe ndihmesat që juve keni. Nga mundësitë që juve ju jepen, sepse herën e plot që shtyn mbrapsh energjinë tënde për të ndjerë faj në marrëdhënie, por gjithashtu koha ka treguar se juve jeni në përditshmërinë tuaj më të sigurt dhe më të aftë për të gjetur një nga mundësitë më të arta që keni dhe momentet e dukura në këtë aspekt. Dhjediçi i dytë. Këtu ndikimi është më i prekshëm, mund të keni një lodhje në çështjet e punës, sepse disa çështje të vjetra ekonomike, tatimet ose bankat ose disa probleme të tilla mund të zgjidhen pikërisht tani, por jo të lënë pas dore në ato çka bëni. Hëna e plot që mund të shkundi për të kthyer në një mënyrë jetese ekuilibrash, sidomos në lidhje me anën e financave dhe një udhëtim për sa përket një zgjidhje të një problemi të madh që keni në lidhje me çështjet ligjore, edhe pse një problem shumë i madh që juve keni të shenjë së demit të dhjediçit të dytë, mundoni ta zgjidhni pikërisht tani sepse është koha mjaft e mirë për zgjidhur probleme të tilla. Dhjediçi i tretë duket se kjo hënë e plot ndihmon të kuptosh që rutina juaj e përditshme në fushën e punës ju jep mundësi, por në anën ekonomike nuk jep drejtësi. Çfarë mund të bëni? Atëherë do të jetë ndikimi të madh, sepse duhet pasur pa kujdes në lidhje me çështjet e financave, sepse ka probleme në lidhje me punën tuaj, me baza të tjera, por në nivel praktik, kjo mund të shprehet me një organizim më të mirë dhe vendosjen e kufive ndaj njerëzve që shkelin mbi mirësinë tënde. Pra, dhjediçi i tretë ka bërë shumë. S'ka marrë asgjë. Mbani mend kur themi nga ndonjëherë që kur e them unë personalisht, sepse ato që unë them kjo është realiteti. Ju e merrni si doni, ku nga njëra anë ndikohet shumë sepse puna dhe karriera ka disa gjëra që nuk dalen të ku duhet, dhe të tjerët ju kërkojnë nga ana juaj që të keni diçka në këto fusha ose të bëni diçka në anën e financave, mirë po ana tjetër nuk është ashtu siç juve e prisni, dhe kjo bën që juve t'jeni pak a shumë në dilemë për sa i përket karrierës suaj, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni, dhe në anën tjetër mund të ndikojnë në lidhje me favorizimet dhe punën e duhur. Prandaj bëni pa kujdes juve miqtë e mi të kësaj shenje, sepse mund të keni edhe çështje jo të këndshme të dhjediçit të tretë. Kjo pra një individ pastaj kur ndodh fenomene, jo se e thotë Jorgo, po. Meqense kjo hënë e plot është ndryshe nga hënë të tjera, prandaj unë e them. Do vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Binjakët dashur, për juve kjo hënë e plot është shumë më e ndritshmja dhe më ekstroverte. Ekstrovert pse? Ekstrovert do thotë që të ndriçon dashurinë, krimtarinë, flirtin, fëmijën, gëzimin, shprehjen dhe pasionin. Do thotë që nuk mjafton të mbijetosh, duhet të ndihesh i gjallë. Por për shkak të presionit nga Jupiteri, Saturni dhe Neptuni ky gëzim nuk është i pakujdesshëm. Kërkon vërtetësi dhe mas. Prandaj binjakën përgjithësi. Po le të flasim, le të shkojmë pak në dhjediça. Dhjediçi i parë i binjakëve ndjen fort nevojën për të shprehur. Nëse periudhën e kaluar kishte hyrë në një fazë thjesht funksionale dhe kishte humbur shkëndijën, tani shfaqet nevoja për kontaktin, frymëzimin dhe ngrohtësi. Në dashuri mund të ketë një flirt intensiv ose rizim i një historie që të ngjall dëshirën. Kujdes vetëm mos ngatarrosh tërheqjen me projektimin e dëshirës sate. A e dëshironi dhe keni, ashtu siç ju imagjinoni, këtu fshihet gjithë thelbi. Nëse jeni në lidhje, hëna kërkon përsëritje të ndjejësisë, jo vetëm të detyrimeve, sepse dhjediçi i parë lidhet shumë me ndikimin që ka të bëjnë në anën e pozicionimit të planeteve, dhe jo vetëm kaq, sepse keni disa mundësi. Mundësia e parë është ekonomia dhe stabilizimi. Mundësia e dytë është puna dhe karriera. Keni dhe mundësi tjetër në ekonomi dhe në ndryshimet e tjera, por një çështje ligjore juve të dhjediçit të parë, mbyllni sa zhvon. Është shiko shumë mirë. Unë ju them, ju bëni si të doje bardhë zemrës tuaj. Keni një problem jashtë shtetit. Për disa keqkuptime, për disa njerëz të padenj, juve keni bërë shumë, dhe keni qenë në rolin e X-it, përsa përket e kuptoni vështirësitë e njëri tjetrin, e ndihmuat dhe morë si shpërblim keqkuptimin.
Dhe kjo rregullohet, pra dhjetëdiçi i parë. Dashuria duket se është në anën më të mirë të saj. Dhjetëdiçi i dytë. Hëna e plot që mund të sjellë kulmimin e çështjeve të dashurisë. Nëse jeni në pritje për një njohje apo një lidhje dashurie, jeni gati, sepse përgjigjja, mundësia, koha është në anën tuaj. Nuk e diskutoni, nuk e vend dyshim, sepse është periudha më mirë e mundshme. Gjithashtu, lidhjet sidomos me ndikimin më të madh binjak gafore, binjak ujor. Në lidhje me një udhëtim të largët, është mëse mundur të ndodhi. Dhjetëdiçi i ndikimit të madh dhe mundësive të arta, do thot është mundësi, është karrierë, është vendimarrje dhe jo vetëm kaq, sepse ndikimi më i madh është në lidhje me dhjetëdiçin e tretë që ka të bëjë shumë me çështjet ekonomike financiare, dhe ky dhjetëdiç deri tani duket se lidhet shumë me emocionet, rrizion gjërat ekonomike financiare, frymëzimi, nevojat dhe gjithçka mund të ndodhi në planin personal që mund të zgjojnë ndjenjat dhe kuptimin e plotë të gjërave të mëdha, sepse krijimtaria dhe vazhdimësia janë gjëra shumë të rëndësishme. Dhe kjo do thot mundësi, prandaj bini pas, mos lini pas dore, sidomos nga një çështje mjaft pozitive, sepse binjakët ndikojnë shumë dhe kanë kohën e tyre për të arritur në finish, dhe jo vetëm sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë tjetër tani që do thot gaforja. Për sa i përket gaforeve, duket se kjo hënë e plot, guvernatori juaj duket se është shumë i ndjeshëm dhe rëndësishëm për sa i përket çështjeve shtëpi, karrierë, çështje private, publike, imazhin, edhe jo vetëm. Edhe sepse Jupiteri është në shenjën tuaj, në pjesën e historisë më të fortë të kësaj shenje dhe mundësi të arta në familje, ndryshim shtëpie, tension dhe konflikte që mund të keni pasur sheshohen dhe mbyllen tani. Dhjetëdiçi i parë duket se ndjen mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha. Hëna e plot do thotë të shohësh të ndjesh të vërtetën në ndikimin më të madh që ka të bëjnë janë fusha e punës dhe sigurisë, edhe pse në lidhje me karrierën dhe pyetja bazë për ty është ku ndihem vërtet i e sigurt, kjo është çështja. Juve e keni një mundësi të artë. Në dashuri pak vëmendje me peshk. Dhjetëdiçi i dytë, edhe pse dhjetëdiçi i dytë ka disa ndryshime mes asaj që janë të bëshme dhe mes asaj që janë të realizueshme, për arsye të ekonomisë, për arsye të punës dhe të veprimtarisë, sepse juve tani në këtë periudhë keni pasur disa çështje të pazgjidhura, disa gjëra që vërtet e keni mundësinë, vërtet jeni në anën tuaj, jeni në një pozicion mjaft të mirë planetar, dhe kjo do thotë shumë gjëra do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, të përditshmërinë tuaj, sepse dhjetëdiçi i dytë është shumë i favorizuar në anën e tyre, sepse ky kënd që bën tani, kjo hënë e plot, është të i fuqishëm, sepse Jupiteri nga shenja jote merr pjesë në tensionin e hënës së plot dhe zmadon emocione, ndikime të mëdha lidhje me punën. Pa vetëm pa kujdes në një punë shumë të rëndësishme, sepse vërtet e keni të nevojshme një burim të ardhash të dyta, por nuk është koha tani për të bërë ndryshime sepse mund të humbisni atë që keni. Dhjetëdiçi i dytë gjithashtu në fushën e dashurisë ka një ekuilibër, ka një mundësi, ka një rëndësi të veçantë që mund ta zgjidhin dhe kjo do thotë shumë rëndësishme për ekonominë dhe stabilizimin e tyre. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër solide në anën tuaj. Në çështjet e dashurisë pak vëmendje me shigjetar të dhjetëdiçit parë. Dhjetëdiçi i tretë duket se ka të bëjë në përjetimin e hënës së plot me ndikimin më të mirë të mundshëm në anën ekonomike e financiare dhe jo vetëm. Është një periudhë shumë e mirë, një periudhë që vërtet rregullon, stabilizon, kërkon, mundson në anën e punës dhe kjo kohë është mjaft e mirë dhe super në çështjet e juaja të punës dhe të biznesit tuaj. Në dashuri, dhjetëdiçi i tretë duket se ka të bëjë me luan dhe me dash të dhjetëdiçit parë, është një mundësi mjaft e mirë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e luanëve.
Luan të dashur, duket se për sa i përket kësaj hene të plot, duket se aktivizon komunikimin dhe lëvizjet e afërt të marrëveshjet, studimet me pasojë të paluajtshme, dokumente dhe mendime. Është një hënë që sjell zbulime përmes bisedave dhe mesazheve, informacioneve të rëndësishëm që do të keni tani tutje bazuar në të dhënat e reja. 10 ditë që i parë fillon të ndjesh në mënyrën e komunikimit, ndryshimit, kërkon më pak diplomaci, më shumë sinqeritet, por për të ndikuar në urat dhe bisedimet të rëndësishme që ka të bëjnë, është një moment mjaft i mirë dhe duke pasur drejtësinë dhe mundësinë e ardhë. Gjithashtu, mund të përfshihet në një proces vendimarrje për një studim apo një seminar të largët, mund ta keni juve të kësaj shenje, por fjala jote merr pesh. Çfarëdo që të thuash tani mund të shërbej piknisjen për një drejtim të ri. Komuniko me vetdijen. Ajo është me vetdije, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, duke ditur gjithçka ndodh. Por keni një mundësi, mundësia që ka të bëjë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe me stabilizimin e gjërave, sepse gjithmonë 10 ditë që i parë është mundësia dhe korektësia. Lidhjet e dashurisë duket se me bricjap dhe kohën e tyre kanë të bëjnë me anën e biznesit dhe të bashkimit familjar. 10 ditë i tretë i kësaj shenje duket se, do thoni juve luanët se sa janë të dhënë pas ekonomisë gjërave të tyre, shumë, sa kanë mundësinë që ta rregullojnë gjërat aty ku duan, pafund. E pra, kjo është ajo çka të bëjnë në lidhje me takimet dhe bisedimet, sepse bisedimet ka të bëjnë 10 ditë i tretë, duket se vjen një ndryshim në mënyrë të mendimit apo të but kuptimit. Ndoshta ndryshon mënyra se si kuptoni drejtimi dhe si kur ja vlen të shpenzosh energji. Nëse keni të bëni me komunikime me persona të ndryshëm nëpërmjet internetit ose një punë që keni që lidhet direkt me internetin, atëherë keni në kohën më të mirë të mushë. Do vi një moment për sa i përket juve të 10 ditë të tretë të shenjës së luanit, është një moment që vërtet kërkon ndikim, vërtet i arrini qëllimit tuaj. Mor i arrini se doni juve, ose duan të tjerë, se të tjerë mund flasin sipas nevojës dhe mundësive të tyre, por juve jeni mjaft përpara për qendrën të kohë, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dashtë dhe diçka të parë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Miqtë e mi të kësaj shenje duket se hëna e plot prek shumë ndikimet dhe qartë vlerat, parat, vetëvlerësimin, shpërblimin dhe rezervat emocionale. Është një nga ato hëna që pyesin, apo merr atë që meriton, jo vetëm financiarisht, por dhe shpirtërisht, ku e ngatron dhënien me vetë anullimin. Pra, kemi disa gjëra që ti kuptoni thjesht. Do të flas sa më thjesht e mundur, sepse në mënyrën më të thjeshtë e kuptoni më mirë. Pra, duhet të shikoni në detaje disa gjëra, sepse lidhe shumë me vërgjesha. Vërgjesha kanë pasur shumë gjëra që të lënë pas dore, ndryshe në lidhje me disa anullime që bëhen, ose ju e vlerësoni të si të qenë, por të mirë qenë, por mos më mërzisni, sepse koha ka treguar që jeni me fat, koha ka treguar që çdo gjë që ndodh për një arsye, dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. 10 ditë i parë i kësaj shenje duket se jemi në fazën e rivlerësimit. Mund të shohësh qartë se nuk mjafton që diçka e thjesht funksionon, kërkon dhe të nderojnë. Në nivel financiar, hëna e plot mund t'ju tregojë ku ka rrjedhje humbje, pra ku thua po shumë e lehtë dhe ku nuk vlerësohet siç duhet, është kohë e vështirë. Në marrëdhënie që shfaqen në modelin jap që të më duan, nëse e ke këtë, tani duket qartë. Shërimi dhe mishërimi bëhet ndikim tjetër, prandaj duhet pasur kujdes në lidhje me kontributin tënd, vetdijen tënde dhe jo vetëm, sepse ka një problem shumë të madh në çështjet që bëjmë, sepse bëni shumë dhe s'merrni asgjë. Po gjithmonë virgjëreshat kanë fituar tituj, po kanë marrë vetëm një vlerësim, jo vlerësime. Prandaj duhet pasur kujdes për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. 10 ditë e dytë duket se ku vjen zimi i qartë, mund të keni vendime financiare, bisedime për pagesa ose disa çështje të vjetra të brendshme. Nëse ekziston një marrëdhënie ku jep pyetjen thelbësore, që është a kërkon atë që meriton apo shpreson që të tjerët do ta kuptojnë vetë.
Kjo hënë plot kërkon të jesh më i prerë, më i qëndrueshëm dhe më i qartë. Nëse nuk e bën, zemrimi do kthehet ose ndaj tjetrit ose ndaj vetes, prandaj kërkohet vëmendje. Shikoni drejtimin tënd. Shikoni atë çka jeni, atë çka keni, atë çka doni të realizoni në fushën tuaj. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim sepse ju e keni mundësinë dhe e dini shumë mirë çfarë bëni, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja. Për sa përket ditës së tretë, merrem me ndikimet dhe favorizime, sepse nëse do ta marrim domethënë të mirëqen se si funksionon diçka, presupozojmë ditës së tretë gjithmonë sepse ti e merr ndikimin nga brenda, por është shumë i dobishëm, shes se çfarë duhet në përfundim. Për momentin ndryshon çmimi yt i brendshëm, se si llogaritet kohë, mundimi dhe energjia. Mund të hedhin bazat të shëndetshme në marrëdhënie të pjekura dhe në ndikimin e vlerësimit. E vlerësimi juaj ka të bëjë shumë me ndikimin dhe favorizimin tuaj. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi. Është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv mbi takimet dhe mbi vendimet që juve do të merrni tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, ka vend për të gëzuar në lidhje me takimet dhe bisedimet tuaja, sepse ky moment që është tani, kjo kohë që është tani, kjo periudhë që juve pak a shumë ndryshe mendoni, ndryshe veproni, ndryshe gjykoni, por gjykimi dhe stabilizimi është në anën tuaj dhe kjo periudhë tani është më e mira e qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Sa do të tjerë të flasin, le të flasin, juve jeni aty ku jeni dhe qëndroni kokë lart në çështjet e mëdha që ndodhin. Dashuria duket se për të 30 ditë që zënëm, lidhje që kanë bëjë me Luan, Dash dhe Peshore ka diçka mjaft të mirë sepse e zgjidh një problem. Por do keni kujdes sepse kjo hënë e plot do të trazoj shumë gjëra, shumë skandale që kanë filluar në fushën e punës dhe të bizneseve të ndryshme ose në role drejtuese, prandaj keni kujdes në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Peshorja. Tema e ditës, së sotme të datës 2. Muaj të mbar, ditë të mbar në çdo aspekt. Ka përqen sepse lidhje që bëhen dhe kur hëna e plot në vetë shenjën tuaj flasin për hapjen e fortë të ndjenjave, identitet, imazhin, vendimeve personale. Ndriçon fushat e errta që nuk mund të fshihesh gjikundi, nuk mund të luash rolin e paqartësisë. Nëse brenda teje po zihen diçka, nevojë për ekuilibër bëhet më ekzistenciale. Kujdes nga personat që juve i besoni shumë, por janë zero në atë çka bëjnë. Janë keni të bëni peshorët, nëse janë dy gjëra të ndryshme. Ndryshe spionoj, ndryshe mashtrues, ndryshe dua të bëj sepse kështu më pëlqen. Të mbush mendjen për mashtruesin, që mashtruesi thotë nxirr, supozoj unë, në hartën astrologjike ka shumë planete dhe ndikime diktime, edhe thotë jo, thotë kjo letra këtu, thotë i ka gjitha planetet brenda, dhe a thotë po ta grisësh kjo letër çfarë do gjesh këtu? Asgjë, thjesht një letër është dhe ka një figurë. Jo, këtu thotë, tu është shenja, tu është shenja. Me kuptimin e mirë të fjalës, të gjërave që ndodhin, pra, imagjinoni të hedh syve në një kohë që ti ke edhe në rol drejtues për shembull, një dokument që ti jo se ke firmosur ti, por të është ofruar, dhe të ka thënë që po, filani ka qenë, është dhe mbetet në punë, në karrierë, ku diun, në gjëra të ndryshme, por nuk është e vërtet. Pra, vërtetësia tani merr ndikimin më të madh dhe pozicionimin më të madh. Pra, peshorë dashura, jeni në kulmin, jeni në dashurinë, jeni në mundësinë, jeni në korrektësinë, siç janë do fitojnë shumë, dhe do a garantoj një 1% me këtë hënë të plot. Do fitojnë shenjës së Demit, do fitojnë shenjës së Peshores, do fitojnë shenjat e Zjarrit, që domethënë siç janë Luanët, Dashi, Shqiptari, do fitojnë shumë nga padrejtësitë që janë bërë, si në me prishjen e imazhit, si në prishje të gjërave, por një herë Peshorja që ndodh tek Peshorja edhe tek Demi, mirë ata që i bien qafë Demit edhe Peshoreve dhe lumë ata që ja din vlerën këtyre shenjave dhe të shqiptarëve. Ka një mundësi shumë të artë tani. 10 ditë që i parë duke se ka kohën dhe mundësinë, ka vërtetësinë e gjërave të mëdha, në çështjet e mëdha që do të ndikojnë në anën tuaj, por gjithsesi juve të kësaj shenje ka një mundësi të lartë dhe kohën e duhur mbi disa ndryshime shumë të mëdha, por mundësitë janë të mëdha.
por dëshira që është për paqen dhe mundësinë. Ndoshta fillon të shihni më qartë dhe në çështjet e karrierës së të vendimit të madh që merrni, por është një mundësi shumë e mirë tani, është një periudhë mjaft ideale, geniale për juve tek kësaj shenje të 10 ditë të parë. 10 ditë i 2 duket se është në kulmin më të madh. Nëse përkisni këtij 10 diçi, hëna e plot bie pothuajse mbi juve. Mbyllet një cikël 6 mujor. Miqtë e mi të dashur, ju them me bindje të plot, ky 6 mujor, ndoshta dhe më gjatë akoma, mund të ndryshojë qëndrimin, pamjen, prioritetet, mënyrën, prezantimet, shumë gjëra të tjera, emocionet, sinqeriteti, çfarëdo që nuk është e vërtet e balancuar, nuk mund të ngjohej siç ishte. Në lidhje me këtë, është një gëzim shumë i madh, është një gëzim që vërtet realizon dhe kontribon në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merren dhe jo vetëm në çështje që kanë të bëjnë në lidhje me korrektësinë ose me punën, ka një diçka shumë të madhe, ka një diçka shumë pozitive dhe mënyrën se si juve bini gjërat dhe koha e duhur në anën tuaj, në biznes dhe jo vetëm. Duke pasur parasysh në çështjet që kanë të bëjnë me favorizimin dhe korreksimin tuaj, është koha juaj, është momenti juaj më mirë, mundësëm sepse duke pasur parasysh të 10 ditësh të dytë, kanë shikojeni se si zgjidhet një problem i tillë. Në dashuri kjo mund të organizohet, angazhimet që keni, mundësitë që keni dhe çështjet e rëndësishme që keni. Në fushën shpirtërore ti thua, nuk dua vetëm të jem i pranueshëm, dua të jem i vërtet. Të joje këtë pikë është zbulimi i vetvetes. Kur e thua këtë, dhe diçka e dytë, që ka një lidhje me dash, ka një lidhje me virgjëresh. Nuk diskutohet se këto dy shenja janë fantastike dhe kohën e duhur që ata kanë. Dhe momentin që lidhet, sepse ku kemi lidhje të tillë, janë lidhjet më fantastike. Po të them re, për shembull, të hedhim një sy kësaj, nëse kamera ka mundësi të na e ofroj, pra kemi një peshore, ja ku kemi këto peshore, por kemi në përballë kemi dashin, ja ku kemi dashin këtu. Por në këtë kënd ndodh ky fenomen. Pra në peshore nuk e diskutoj, por në dash janë gjëra që rregullohen dhe stabilizohen. Atëherë, peshk dashk, peshk bricap dhe peshk luan. Peshk luan që kanë të bëjnë në lidhje me ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë arta që vinë, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse këto dy diçka janë shumë të favorizuar dhe jo vetëm, sepse kjo hënë e plot kërkon vullnetin tënd, kërkon mundësinë, kërkon kohën dhe jo vetëm. Për sa i përket 10 ditësh të tretë, 10 ditësh të tretë duket se ka të bëjnë me paralajmërime. Nuk është kulmi përfundim parë, por është përgatitja shumë e rëndësishme për vendimet që do vinë. Mund të ndjehesh i fortë, ndryshon në marrëdhënie në mënyrën se si bëjnë gjërat, edhe që ndorosh përballë botës. Marrëdhënie që tregon vërtet ndikime të mëdha, disa krisje të vogla punë madhe nuk ndodhin gjë këto. Prandaj mbaje këtë hanë të plot si pasqyrë të pastër harmonie dhe vërtet se nuk është më të trazohet asgjë, por që në marrëdhënie që duhet të keni mundësinë juve në anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve dhe jo vetëm. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e akrepëve. Akrep të dashur, duket se fillon të ndjesh diçka që është e mbyllur ose konsumuar brenda teje. Duket se kjo është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe vendimet që mund të merrni. Në marrëdhënien tuaj, intuita juaj nuk gabon në çështje të rëndësishme që mund të keni, dhe kjo mund të thotë që ndikimet janë më të mira dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe kohën e duhur që mund të ndikojnë. Bashkëpunimet, kërkesa dhe lidhjet që kanë bënë me punën tuaj. Ajo që do të keni është mjaft e mirë dhe tepër pozitive. 10 ditë i tretë duket se kjo hënë mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme për sa i përket kësaj shenje, duket se kanë ndikim. Akrepët lidhen shumë me këto gjëra, por të 30 ditësh kanë mundësinë e ardhë. Akrepët gjithashtu kanë mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike. Akrepët gjithashtu kanë mundësinë për të nisur një lidhje shumë të madhe, por sidomos në bashkim familjar në Angli, Gjermani apo ku diun është me peshk të ditësh të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e ndikimeve të mëdha që do thotë shigjetarët. Për shigjetarët duket se për sa përket kësaj hënë të plot, ndriçon miq, grupet, rrethin shoqëror, qëllimet, ardhen dhe vizionet. Të ndikimit të madh që kanë bënë për sa përket çështjet e punës suaj, të karrierës suaj
dhe gjërave të mëdha. Dhjetëdiçi i parë. Ndjen dëshirën me njerëz të pastër rreth teje. Nëse ndonjë rreth shoqëror është bërë i lodhshëm apo hipokrit, tani e kuptoni më qartë. Nuk ke dëshirë të humbashësh kohë në ekuilibra sociale në pa substancë. Zemra jote kërkon aleanca më autentike dhe kjo mund të realizohet fal zgjuarësisë suaj. Dhjetëdiçi i dytë. I shqiptarit ku mund keni ndikime, favorizime shumë të mirë mes miqve, vizionar të së ardhmes. Ndoshta në një grup që kërkon më shumë se sa dëshiron të japësh, ose ndoshta zbulohen secili njerëz ju mbështesin vërtet. Në nivel emocional duket se keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problemet e juaja, por mos harroni se ato shihet evolucioni, sidomos në lidhjet e sigurta janë megafore dhe ujor. Dhjetëdiçi i tretë juaj merret me ndikimin më të butë, por drejtimi është i qartë, sqarime, qëllime dhe çfarë dëshironi të ndërtosh. Me kë? Nuk preshtohet të ndjesh nostalgji për një ëndër të vjetër apo të rimendosh se ku përket shoqërisht dhe në mënyrën krijuese. Koha dhe momenti, periudha dhe ndikimi, koha dhe vendimi është tani. Është momenti më i mirë tani, sepse të 30 diçët ka një mundësi të ardhë në atë çka bëjnë, atë çka duan, dhe periudha që ndodhin fenomenet është një moment shumë pozitiv. Madje keni kohën tuaj, keni momentin tuaj për zgjidhur. Një problem i vogël që mund keni pasur me disa para të pavëna, dhe diçi i tretë e ka mundësinë siç janë në lidhje me disa pagamarrëse, disa tatime, disa gjëra të shtetërore, do thosha unë, është momenti për të bërë një likuiditet. Po mundësit janë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë bricjapët. Bricjapët e dashur duket se kjo hënë e plot është shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen, është një kohë e përshtatshme. Për sa përket bricjapëve, dhe bricjapët janë shumë të rëndësishëm sepse karriera, imazhi publik, profesioni, pozicioni, duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet në një boshtë kardinal, që ndikosh drejt për së drejti, mund të sjellin sulmin dhe kulmin e gjërave të mëdha, ju sulmoni shumë nga të padrejtësitë që bëhen, por është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Dhjetëdiçi i parë i bricjapëve fillon të ndjejë tensione, por duhet ajo që fjala kryesore për juve të dhjetëdiçit të parë është që fillon të ndjesh tensionin mes duhet dhe çfarë përballoj vërtet. Ndoshta ke marrë përsipër shumë përgjegjësi me qëndrueshmëri të heshtur, por tani diçka për brenda teja kërkon drejtësi, jo domosdoshmërisht me pak ambicie, por më shumë respekt për forcat tuaja. Dhjetëdiçi i dytë i kësaj shenje, të shenjës së bricjapit, do thotë këtu hëna e plot është e fuqishme dhe presioni i lartë sjell dritë mbi ty profesionalisht. Mund të ketë një bisedë kritike, ndryshime statuti ose vendime që nuk priten më. Pesha që mund të keni juve është ajo familjare, sikur të tërheqen në dy botë njëkohësisht. Mësimi këtu, nëse kulmi profesional kushton humbje vetvetes, më vonë nuk do të ketë atë që është triumfuese në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Ajo që do të keni kujdes të dhjetëdiçit të dytë në lidhje me dashurinë, pak vëmendje do të bëni me ujor dhe me luan të dhjetëdiçit të parë, sepse mund keni pasur probleme në këtë aspekt. Dhjetëdiçi i tretë që ka të bëjë në lidhje me çështjet që lidhen me vendimet që mund merrni ose periudhën e duhur që keni, kanë dy mundësi të arta. Mundësia e parë është ekonomia dhe stabilizimi. Dhjetëdiçi i tretë lidhet edhe me disa takime që mund të bëjnë takime të njëpasnjëshme, duke pasur parasysh, sepse ngjarje që kanë bëjnë, mundësi që jepni ose drejtimi rrugtimi gjërave të juaja, por sa hëna plot ndikon të vëzhgoni ose të japësh të peshën tënde në përpjekje që keni, sepse janë dy gjëra kryesore. Edhe pse dhjetëdiçi i parë me dhjetëdiçin e tretë, të tre dhjetëdiçet kanë mundësi dhe kohën e duhur, i zgjidhin problemet siç duan ata, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft pozitive, edhe pse me probleme me ligjin. Të tre dhjetëdiçet e kanë të mundësi. Një lidhje me peshore dhe me peshk të dhjetëdiçit të parë ka një mundësi për zgjidhje të problemit, luan dhe bricjap është zgjidhja juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë ujori. Ujori i dashur, nëse keni probleme ose gjëra të kësaj natyre, duket se ka një ndikim mjaft të mirë, pozicionimin e planeteve, do thotë kuptimi, do thotë mundësia, do thotë jeta dhe vazhdimësia në disa çështje shumë të rëndësishme, sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me disa gjëra që nuk janë aty ku duhet, ose keni pasur probleme të tipit nuk dua ta realizoj për momentin sepse padrejtësisë që më janë bërë mua ose diçka që un kam pasur
dhe nuk i kam rregulluar, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe vezulluese. Megjithatë, juve të kësaj shenje të shenjës së ujorit jep mundësi, jep kohë, jep periudhën, hëna e plot në fushën e besimit, vizion, udhëtime, drejtësi dhe studime, mund të shohësh qartë nevojat dhe kuptimin tuaj. Ndryshimet që kanë bërë. Dhjetëdiçi i parë i ujorit nis një zhvendosje të bërshë të kuptimit të gjërave. Nuk të mjaftojnë përgjigjet e lehta. Nëse je në një fazë mësimi ose zgjerimi profesional, me hënën e plot mund të sjellë qartësi dhe çështje të rëndësishme për hapjen e radhës. Dhjetëdiçi i dytë të ujorit, dhjetëdiçi i dytë është mjaft ndikues dhe vezullues. Meqense bashko frymëzimin me një plan të zbutshëm, sepse disa persona të tretë mund të mos ju duan shumë ose kanë të bëjnë me atë çka jepet, dhjetëdiçi i dytë i pari dhe i dyti kanë këtë problem në lidhje me disa persona të ndryshëm që mund t'ju nxjerrin mbi sipërfaqe ose disa sekrete që keni thënë. Doni disa tefteri i keni në gjep disa letra. Mbajni mirë dhe i thoni atij zotnis, asaj zonjës ose ku di unë që padrejtësitë që bëhen pra në përgjithësi për ujorët, urdhë ku jemi, ja ku jemi, nuk është ti po e tradhton atë drejtsinë e shpirtit tuaj ose po e manipulon diçka, por po të manipulojnë, po të mashtrojnë, po të nxjerrin mbi sipërfaqe ëndrrën tuaj që duhet bëhet realitet. Ju vetë theni thatë një të vërtet të madhe, por ata nuk e dinë. Një të vërtet që vlon, një të vërtet që është e drejta juaj. Të 30 ditë që do të me kanë të, por mundoni që t'jeni korrekt në këtë aspekt. Mos falni kur nuk të falin. Dhe juve ata do ndalojnë vetë sepse kanë problemin e tyre. Vijojmë tek peshqit, shenja e peshqeve. Përsa përket peshqeve, duket se kjo hënë e plot prekthell ndarjet emocionale dhe financiare, intimitetin, besimin, borxhet dhe lidhjet shpirtërore. Kërkon të shohësh se çfarë ndonjë gjë ose çfarë është ndikimi. Nëse është një ekuilibër, do psohet, sepse keni shumë për të thënë dhe shumë pak për të dhënë. Keni për të marrë, nuk ka japin. Keni për të dhënë shumë pak, jo duhet shumë për të dhënë. Pra, mashtrim ekonomik, probleme me ligjin, probleme me persona të ndryshëm që keni, dhe thoni, unë bëra një nder, më kërkoj një nder XY, dhe unë e realizova, por jo ti të më ekspozosh për diçka që nuk është e drejtë. Dhe këtu nuk e kuptojnë të tjerët, dhe peshë të dashur, por të 30 diqët. Jorgo ju thot, juve jeni shumë të mërzitur, se diçka ka ndodhur, dhe keni frikë mos të ekspozohet, keni frikë të mos ndikoheni, sepse jeni një vend kyç, edhe nëse del emri juaj lakohen në fjalë, ata jeni belan, jo problematike nda jush, jo se keni diçka që lidhet, prandaj mos më shqetësoni. Koha tregon që jeni me fat. Koha tregon që juve i keni të gjitha në dorën tuaj. Momenti, periudha, koha, ndryshimi, vendimi, mundësia, periudha që ndodhin gjërat, dhe jeni ju, pra janë të tjerët. Atëherë pse të më mërzitni juve? Në asnjë mënyrë, sepse është ky moment, është kjo periudhë që juve të gëzoheni. Nuk ka thot Jorgo për të bërë qefën se për e dini juve dhe atë po na e mbërson Jorgo, këtë gjë, Jorgo nuk ka letra. As letra, as taro, as gjë. Jorgo thot një realitet, kjo që është e vërtet. Kjo hënë e plot e mbëlson këtë gjë. Dhe juve jep të drejtë. E çfarë keni ju të mërziteni? Prandaj u thot Jorgo këto gjëra që janë më pozitive të që ndonjëherë. Në dashuri, edhe pse me probleme, por janë të zgjidhshme. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj hënë të plot të ditës së sotme, të datës 2 prill 2026. Mbarësi në çdo aspekt juroj, një muaj të mbar. Përpara se ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë, për që interesoni një bashkim të tillë, dhe doni një bashkim të detajuar për çfarë ndikoheni dhe ku keni problemin që ju e ekspozoheni, dhe doni të dini unë ekspozohem, e kam mundësinë. Çfarë mund të bëj që mos të ekspozohem? Ja keni këtë faqen këtu, astrologo.al. E shikoni, pra atje, dhe sepse mund të ketë përmbledhje të tema të ndryshme, që nuk janë gjitha temat të rreshtuar atje, mund të bëni pagesën tuaj, duke bërë pagesën tuaj numër për 4 për blerjes, nëse nuk e keni dhe doni të qartësoni
sepse flitet disa gjëra që jeni mashtruar ose si mund t'i merrni parat mbrapsht, për shembull, ju kanë bërë një në thonjza mashtrim, domethënë, edhe ju e keni kuptuar mashtrimin, nuk bëhet fjalë për 200, 300, 400 euro, ku diun. Shumë të mëdha që nuk kanë lidhje me realitetin, edhe se si mundeni juve këto t'i merrni mbrapsht, paktën në të keni ose të shikoni a është e vërtet kjo vërtetësia, pra në lidhje me mashtrime, lidhje me magjira, lidhje me budalliqe, lidhje me gjëra natyre ose çështje të tjera që ndalin atë. Atëherë kemi këtë vazhdo, atëherë nëpërmjet emailit, keni emailin atje, mund të dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë në WhatsApp, Viber ose ku do dëshironi juve për çdo çështje që ju intereson dhe mund ta zgjidhim atje për gjithçka në parashikime në çdo që dëshironi. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejti me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live direkt, pra përgjigjen çdo të mërkurë ora 20:00. Në Jerpulla. Gjithë mirë.